Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi në emisionin tim super të suksesshëm që quhet Blerim shqiptar nuk çan ka dhaqë suksesshëm, po besoj që do të mësoni shumë gjëra mbi blerimin shqiptar, ku në radhë të parë falenderoj më kohën e cila na ka mbajtur shumë mirë, sepse po na rashib, siç dihet, ne nuk mund të dalim sepse jemi gazetar terreni, po që do bjerë një avshi, do bjerë se s'bën, se nuk më gënjen xhuri mua. Pra jemi këtu në skajet e Shqipërisë, të jemi veshur neve kështu, për arsye sepse ne jemi këtu me bletritësit e sotëm në një vend ku janë rritur bletët, prandaj dhe neve jemi veshur kështu sepse bletët mund të na thumbojnë, edhe nuk e kam parë shumë emisionin tonë dhe nuk na njohin, mund të na thumbojnë, edhe siç dihet për të gjithë ata që nuk e din, ne po ju mësojmë që thumbi I bletës ndodhet në fundin e bletës. Ja ku e mësua dhe një gjë të re nga mua, edhe siç dihet bletët na japin mjaltin që është I ëmbël si çumësht, ku edhe çumshi quhet çumshi I bletëve. Pra e mësua dhe një gjë tjetër. Pra ku jemi këtu? Jemi me mira koshere bletësh që I kemi këtu në këtë kodër, kemi do të mësojmë ata e kanë bërë kosherën si një qytet minatorësh, ku dhe bletët janë si minatorë që sjellin minerale. Po le të sjellim këtu një nga fermerët I cili na sjell edhe mjaltin edhe dyllin, që dylli shërben për të bërë spangot e këpucarve. Përshëndetje, si të quajnë dhe si rriten bletët, mund të na tregoni? Po, mua më quajnë Maqo Bezhiska, edhe mere me rritjen e bletëve ashtu, për të marrë në qik mjaltë ashtu, për në jësë mundi ashtu, se kemi një tuf me kanamenjër ashtu. Ashtu. Atere pra, zoti Maqo desha... Maqo. Atere, zoti Maqo, sa ko keni qeni mbarshtuar, sa kemi mbarshtuar, 7 thop. 4 quna, 4 qupa. 7. Atere, pra, zoti Maqo ka 4... Ma falë, po I bje 8. E po njerin e kemi në barkë, dhe 7 zëmë. Sa ko keni që e keni gruan 7 zënë? Sa ko, para 20 minuta që thumë. Ja, pra, ku mund të themi? Ja, të betohem. Nuk më shikoj që jam qikë kështu si I këputur. Ja, pra, dhe fermeri. Ja, dhe fermeri... është I lumë të shikoni sa në qef që është fermeri, po mund të na tregoni të shi se se bletët ju njojnë si... Na njojnë. Sa blet keni? 200. E pra, ka 200.000 blet këj fermeri sotëm. Po, më fali se neve mund të na thumbojnë, juve si a bëni që... Ja, po mua me njojnë. Nuk më thumbojnë. Atere, mund të na I thua shemrat e bletëve një nga një? Do të keqen për azeri që parë në mëngjes se bem apelin, ta si fos apet apim registrim prapër. Lalin, atë keqen vlajnë. Atere, ju më thatët që bletët të njojnë, mund të në thoni qëfar e keni këtë në faqe, nishan? E di thja është mua beti? Po, më thoj. Bera para sa ditës lafe me kryetarin e komunës edhe me leshovi ato grera, ato bletët e vejta. I tha, I është I pëdesë, neve fukarejnë të pësesë, qa të bejmë? Na leshovi, të pas kam bërë copë, e shikoj. Po vlitit e rejtësi. E pra si që shikoni, ky ka vetëm 200.000 bletë dhe 200.000 koshere, pra mund të nga të regu... Më falë, sa për informacion të zoti gazetar, unë vetëm një koshere ka bata atje. Kupton? Një koshere. E pra, kjo është një nga qindra mira koshere që ka ky fermeri sotëm. Mund të na thuash... Tashi unë për të pasur një kam, ti po të doj emisioni e bejmë neve, 100, 2000, sa të duash ti. Po ku janë bletët e tua, mund të na I thoni? Bletët kanë dalë, tashi, kanë dalë për në kullotur, kanë dalë. Ja pra që kjo Shqipërisi është Shqipëria që është një vënd I buqësisë, shikoni se si ka lullet të gjitha ku dhe bletët mund të kullosin, janë të lira, apo jo? Po që të kullosin, o këtu dojgjën të tëra, po të themore, s'ka asgjë, I razjari. Për kokë të 8 kalamajve dhe ati që është në barkë, të betojmë që I razjarë, ju dojqë me pyllë, me barë, me kashtë, me lulishte, me të thera. S'ka asgjë vetëm rezervuari njëli. Po si shpëtoj rezervuari? Po si shpëtovi. Si shpëtovi ashtu se të shi... Apo të shi si shpëtovi dhe ti po digjet uja. Ma falni po desha të pyes, kush ja vuri zjerin? Kush ja... Dhe jo se jemi para kamerave dhe... Po, më thuaj afro dhe nuk të shikon kamera, po. Jo, ta si të keqe birazeri se unë këte nuk ka kanë zen njeriu, po ty po ta them se të kanë kështu si timin. Dhe jo ta shim.
Unë para ta ditësh isha duke ndezur zjarin për të djegur ta fera. Mori zjarë fera, do ti që mori zjarë edhe kashta, do që mori edhe bari, u dojë gjën edhe lullet, u dojë pylli, u dojë kodra, u dojë fshati. Mirë që ishte projtë, do ishte djegur edhe fshati tjetër. Vetëm... Sprish pun, po të gjohë, vetëm unë, bletët që ishin në ajër dhe kryetari komunës shpëtovi. Po kryetari komunës si shpëtovi? E po avjo ka shpinë mes të rezervuarit, prandaj. E pa sa të lumtur, po si shton edhe poetët që Shqipëria ka lule, fusha, kodra, gërgje të gjelbëruara, të cira rilindin prap, ku edhe bakëtia mund të kullot, edhe bletët mund të kullosin, pra ato mund të kullosin janë të Ore, ti qarë thua, tash, ju po të them që u dojë të tëra, këtu s'ka asgjë, ore. Më fani, po ku kullosin bletët e tua? Po ma thano nga greku ven ande, marim vin këte. Të lutem nuk mund ta transmetojmë të emision se ne jemi një vend kodror, malor, me fusha të gjitha, i kemi ky na thotë që ku shkojnë nga greku. E po nga grek, jo, dëgjoj, ka me pasaporta, me viza, me të tëra, të betohem. Venë, e marin, e sjellin. Nuk ka. E mora, po atere ta japim pak më vonë të emision, po të flasim më mirë, të flasim për mjaltin, të mbyllim. Po për mjaltin, o flasim sa të duash për mjaltin, hajde tash me Birazelit të t'jap një vazamut. Më falni, po çfarë ishte? Ja, shqitje blejte, bre, për shaka, mjaltë. Atere pra e mbyllim emisionin tim, Blerim Shqiptar për të takuar në emisionet e ardhshme. Miru pash. Miru pasim.